Personazhi Edi Rama tek ty në vitin 97, Po, kur e çfarë të ra, sjell në mendje kur e rahan? ishim në gazetën Koha Jon. Sigurisht Edi shkruan të vazhdimisht tek ne dhe shkrimet e tij ishin ndër të tjera, ishin edhe të bukura, po ishin edhe të ashpra, kundra regjimit, sigurisht. Ne ishim në gazetë, ishim unë, Nikol Lesi e Ben Blushi, këta mbaj men, faqosit, pastaj këto janë tjetër gjë. Pasi e kishim mbaruar gjithë gazetën dhe po e dërgonim shkojnë, kishim mbaruar punë, marrim vesh duke dalë që në spital kanë ra Edi Ramën. Marrim faqosin, e shkruajmë aq sa na lejonte koha se nuk dilte gazeta pastaj. Rrihet barbarisht Edi Rama, vetëm një njoftim, faqe të parë. Kush ishte Edi Rama në atë kohë për realitetin? Ishte një zë i cili duke shkruar në gazetën më të madhe shqiptare, si të thua sot New York Times. Shkrimet e tij ndigjeshin, lexoheshin shumë. Kishte ndikim, domethënë ishte një njeri që ishte një aktivist. Po çfarë bëjmë ne? Ne shkuam direkt në spital. Në rast se nuk është e vërtet, shkojmë të bllokojmë gazetën, do na dilte gazeta me lajm. Se skandaloze, domethënë të publikosh Po një edhe lajm për që s'është i vërtet. solidaritet, domethënë ishin të dyja. Atje gjetëm Olsin mbaj mendon, Vllajën e tij, vllai, Olsi Rama. Po. nuk e mbaj mend e ema, ai ishte ajo, Olsi Kunata, domethënë ishin pak njerëz familje. Edhe ata po bënin gjitha përpjekjet, ai ishte i shpërfituar. Mjekët na thanë nuk kemi tetanoz. Unë me Benin, me Ben Blushin, morëm atë Skodën, e me Nikolli Ram gjithandej, nuk gjetëm gjë. I them Benit, unë do shkojmë tek njofun i njeri, se ishte shumë serioze. Aman i them, kanë rrahë Edi Ramën, na jep tetanosën, s'ka spitali. Tani ç'a ndodhi vërtet, sepse Edi Rama ka thënë që më qelluan njerëzit e shikut. Ndërkohë, Sali Berisha gjithmonë e ka thënë këtë. Mund të ketë thënë e ka rrahë vllai vet. E ka rrahë vllai vet? Vllai vet, po Olsi ndoshta. Saliu kushdo mund të thojë çfarë doj. Unë kam një vërejtje kritika për Edi Ramën, por fakti që është masakruar në atë farfeje, po t'ishte për krim pasioni, do kishin pas kohën e nevojshme, domosdoshme, kur do, në çdo ambient, qoftë edhe në Paris,